Po bëj gati disa interpelanca për çështje që janë aktuale apo për çështje që janë edhe të ditës, të themi, të rëndësishme jashtë masës. Parim mbi gjitha për cilësinë e materialeve që përdoren në ndërtimin e godinave të banimit, e që strehojnë një numër shumë të madh të konsiderueshëm njerëzish banorësh brenda tyre, cilësinë e materialeve të ndërtimit të njësive të shërbimit brenda tyre, që janë shumë të rëndësishme në një aspekt sepse ka një fluks shumë të madh njerëzish hyjnë atje brenda. Një tjetër interpelant për shërbimin zjarfikës, e për zjarfikësit, statusin e tyre, mënyrën e trajtimit të tyre, mënyrën e organizimit të tyre dhe natyrisht kujdesin që shteti ka në raport me punën që ata bëjnë dhe në krahun tjetër një interpelant për një çështje edhe kjo është shumë e rëndësishme për mënyrën e trajtimit të kafshëve të shoqërimit shtëpiake i quajmë rëndom ne, të braktisura e që duhet administrohen nga njësitë e pushtetit vendor, mënyrën se si i trajtojnë, mënyrën se si i sterilizojnë preparatet që përdorin e kështu me radhë, e që ka të bëjë drejt për drejt me mënyrën se si ne sillemi ndaj qenieve krejtësisht pambrojtura. E fundit interpelancë është për një çështje po kaq të rëndësishme në qytetin e Tiranës, tani që moti ngrohet edhe për gjithë ata që lëvizin shqiptar, po edhe turistë huaj, merr një vëmendje akoma dhe më të madhe, akoma më të veçantë, secili ka hundë edhe nuhat në qendër të Tiranës për projektin e nisur shumë kohë më parë për trajtimin e ujërave të ndotura në këtë qytet edhe që është problemi më i madh. Mund të ndjehet fjala bie kaluam në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë një marrëveshje për Vjosën, arterien blu në zemër të Shqipërisë po edhe në zemër të Europës, ndërkohë që kemi një arterie që ka humbur komplet ngjyrën në mes të Tiranës. Për të gjitha këto, do shkojmë në parlament për të sqaruar me ministrat përkatës edhe për të marrë vendimet e duhura.